ligjve të mi, që janë realist, pse? Se janë element që duhet sqaruar për qytetarin. 50 euro. Vazhdoj zgjedhje pas zgjedhje, sot në zgjedhje 2025 ka shkuar vota deri në 500 euro. Çfarë tregon kjo? Tregon që po të flasësh për ofertë dhe për votë të lirë në Shqipëri, pra ti po flet për një realitet që s'ekziston. Jo, unë po flas për një realitet që ju ma keni treguar mua si qytetare për para zgjedhjeve dhe më thatë gjithashtu që unë si opozit do ta ndaloj këtë lloj realiteti për cilin flisni ju. Ku vota ka shkuar 500 euro si No, ke gabim. Dhe ju nuk e bëdot. Dhe ju prap dolën dhe thatë ne opozit, jeni gabim. Jeni gabim sepse a thanë kështu? Jo, s'thanë, jo nuk thanë, jo. Po kështu thatë. Ai që ka thonë janë këtu ata. Jo, ju personalisht me gjithë opozita doli dhe tha, ne dim realitetin dhe ne do ta ndalojmë thatë ju. Partinë Demokratike dhe ky profesor për Liri, zotria Partinë Lirisë. Po, opozita e bashkuar flasë. Opozitën. Tani ne kemi thonë, hidhni votën, dilni votoni masivisht se vota spreket. Këtë e kemi thonë dhe këta e kemi qëndruar dhe kemi mbrojtur. Nuk është. Po ju nuk frenoni dot blerjen e saj. Ti shim fal, ti shëm thuti. A di çfarë më thua ti? Narko drejtori i policisë Proda dhe gjithë policia, gjithë kupola e policisë janë angazhuar bashkë duke shoqëruar kriminalet për të blerë vota. Më shpjego ti cila është ajo opozitë që mund shkohet për plaset me kriminalet dhe me policinë që i shoqëron ata për të ndaluar blerjen. Keni frikë? Zonjë, i thret mendi sa, më fal që po të pyes. Po patjetër. Por keni frikë për ballën e. O zonjë. Ti mendon se unë duhet ngrej një polici që të kontrolloj policinë e shtetit? Unë bëj anti-shtet? Jo se bëj kur. Ti mendon se unë duhet bëj banda që të kundërpërgjigjem bandave? Kur? Val. Se ju pse shikoj ku është gjithë problemi i media. Më fal, unë të prezentoj për një moment. Sa të lidhe me inxhinierin se nuk ka shumë kohë të qëndroj. Inxhinieri të pres sepse kjo është më rëndësishme se inxhinieri. Ky debati. Pres sekonda. Tani ku është çështja? Ju kërkoj ndjes, zoti Abilaj. Debati kryesor është shteti pse është bërë njësh me narkosin e pushtetit. Ky është problemi, se shteti do të ishte garant. Unë debatoj dhe përplasem me votë me s'po përmend Erlin, po supozojmë, ai ka alternativën e vetën time, dhe ti si e shteti ti do të jesh garanti procedurave. Kur ti bëhesh me Erlin, kur mentori bëhet me Erlin, edhe zotria Tedi shkon, që jeni shteti, më thoni mua dhe më lidhin duart mua dhe këmbët dhe më thoni mua kjo ka ndodhur. E di pra e di. Tani çfarë? Ju do të kishit forcën që unë mos bësha me Erlin. Kjo është ideja. Tani ti aja pak fjalën inxhinierit, po ju lutem se po ju thash se nuk do të qëndrosh dot gjatë. Të lutem. Patjetër, po vetëm një sekondë. Të lutem. Kjo është thelbi. Gjithë debati këtu përgjithësisht. Ti më thua mua pse ti si Parti Demokratike dhe si opozitë nuk patë fuqi të mundësh shtetin. Të mundësh Parti Socialiste, kartelet, bandat kriminalizuar, VKM